E ke jetuar ti sfidën e mospranimit, Ledi? Jo, sepse ç'a ndodh? Një njeri i fort nuk shikon ç'a ndodh vërdall. Një njeri i fort shikon betejën që ka dhe sfidën që ka me veten, okay? Është një sfidë që ti e ke me veten. I want to be the best because I can be the best, I have been the best and I will be the best, okay? Kështu që. Bravo. E bëra një bisedë me vete dhe isha vetëm 18 vjeç, e 9 muaj, gati 19 vjeç. Bisedë që mbase të duhet shumë mend dhe shumë zëmër ta bësh, por ne duhet ta bëjmë këtë bisedë me vete themon në çdo moment, jo vetëm në sfidat më të mëdha. Ose të zvarritesha, siç në fakt në atë kohë isha teknikisht duke u zvarritur, fizikisht, ose të pozicionohesha atje ku isha përpara kësaj gjë dhe atje ku unë isha nisur të isha the best. Bravo. Ka qenë e vështirë, e jashtëzakonshme. Patjetër që po, vitet e para derisa preka pacientin e parë dhe kur preka pacientin e parë realisht domethënë e kuptova që unë kam bërë shumë që e kam vazhduar kështu kaq fort dhe kaq bukur sepse motivi i të bërit këtë profesion dhe dashuria që kisha për pacientin në vetvete dhe për atë çka unë mund të bëja me dijet dhe duart e mia ishte një gjë shumë e bukur. Cila ishte frika më e madhe me cilën je ballafaquar kur të komunikuat diagnozë? Frika më e madhe ishte që mund ngelesh ashtu forever. Por ja dole, ecën, buzëqesh, me disa probleme shëndetësore që kanë lidhje me pasojat që ka sjell ky moment. Çdo gjë që ne kalojmë në jetë do na lër alketa, do na lër shenja. Mbi pesha për shembull është një nga gjërat, një nga pasojat le të themi, sepse në këto 30 vite unë me këto probleme që lidhen me këtë aksidentin e një pakujdesie njerëzore në mjeksi, unë kam marrë jashtëzakonisht shumë ilaçe, të cilat normalisht kanë efekte anësore dhe një nga ato është edhe mbypesha. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.